Vendimarrjet problematike e kanë karakterizuar Këshillin Prokurorial në fundin e 2025-s. Këshilli u nda në dy kampe, në ata që kundërshtuan dhe ata që përkrahën shkarkimin e Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Gjatë mbledhjeve ku diskutohej vendimarrja e KPK-s pas shkarkimit të Kelmendit, anëtarët Arjan Gashi, Visar Krasnisi, Veton Shabani dhe Dardan Vunici lëshuan mbledhjet njëri pas tjetrit në shenjë kundërshtimi. Vendimi më i kritikuar i institucionit më të lartë vendimarrës të sistemit prokurorial gjatë vitit 2025 mbetet shkarkimi i kundërligjshëm i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmendi. Momentume kur janë marrë këto veprime që është pak para se reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës të jap efektet e soja në kuptim të përbërjes këtij institucioni, atëherë haptazi mund të themi se ka pasur tendencë të një grupi të anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për ta ruajtur korporatizmin dhe për ta ruajtur shumicën edhe në përbërjen e ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Por matematikat ndryshuan, Kelmendi u tërhos nga pretendimi për pozitën e kryeprokurorit pasi fitoi betejën ligjore, ndërsa Dardan Vunici qëndroi në mbledhje duke e bërë kuorumin për zgjedhjen e Agron Qalajt kryeprokuror në mbledhjen e 22 dhjetorit. Shkarkimi i Kelmendit u shpalli kundërligjshëm edhe nga Gjykata Supreme, por se më pas Kelmendi u tërhos nga pretendimi i kësaj pozite pa u deklaruar para Këshillit. KPK-ja u kritikua nga shoqëria civile e Bashkimi Evropian për pengim të reformës në drejtësi. Në lëvizjen fale kanë kritikuar edhe për refuzimin e raportit zgjedhor që konstaton zgjedhjen e anëtares prokurore Elza Bajrami Kastrati nga KPK-ja. Mënyra se si pastaj u tentua të hidhet poshtë ai raport, do me të raportin mbi përzgjedhjen, ishte jashtëzakonisht jo ligjore, sepse fillimisht raporti është thjesht një procedurë shumë formale, do me thënë që prezantohet para Këshillit, sepse vendime, votat janë marrë nga prokurorët. Pra, përzgjedhja edhe votimi i anëtarit të ri të prokurorës këtë rast prej prokurorive themelore është vullnet i pastër i prokurorëve, do me thonë nga gjithë vendi. Pas këtyre zhvillimeve, hulumtuesi i KD-s Shala shpreson që në vitin 2026 gjendja në këtë institucion të ndryshoj për të mirë. Shpresoj që anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës të punojnë në drejtim të rritjes së transparencës, llogaridhënies, integritetit në Këshillin Prokurorial të Kosovës, të cilat parime këtij këshilli i kanë munguar tash mbi një dekadë, në mënyrë që ta shndrojnë Këshillin Prokurorial të Kosovës në një institucion me besim të publikut e i cili i kontribon çështjeve me interes publik. Në vitin 2026 hyn në fuqi ligji i ri për KPK-n që ul numrin e anëtarëve nga 13 në 7. E në janar KPK-ja do t'i ketë 5 anëtarë që do të thotë se e ka minimumin e nevojshëm për vendimarrje. Pjesë e KPK-s do të jenë Visar Krasniqi, Arjan Gashi, Dardan Vunici, Miljot Krasniqi dhe Agron Qalaj. Një pozitë është e paplotësuar pasi gjyqësori ende nuk ka vendosur për meritat e padisë së Elza Bajrami Kastratit dhe as për rregulloren për zgjedhjen e saj që është ankimuar nga një medium në Gjykatën Supreme. E një anëtar duhet të zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës.